Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma shikues të nderuar të TV-ris. Sonte kemi të ftuar Ylfete Ali Osmani, ku do të flasim për librat e rinj të botuar, si në prozë ashtu edhe në poezi. Përshëndetje zoni Ylfete, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arria. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Po duket që nuk po ndaleni së shkruari herë në poezi, herë në prozë. Cilat janë shkrimet e juaja më të reja, cilat janë librat e juaj të botuar më së voni? Prej kur kam ardhur në intervistën e parë, janë edhe 2 libra tjerë që i kam botu. Libri i dytë, romani i dytë me radhë, libri i tretë në fakt, ka qenë Një vit pas tin, kurse po të njëjtin vit, vitin e kaluar, vitin 2024, kam botu edhe romanin e fundit, Lugina e ëndrave. Do të thotë dhe i tash janë 4 veprat mijat që janë botu, po që nuk mendoj të ndalem, megjithëse nuk më premton shumë kohë të vazhdoj me njerë. Të shkruash poezi dhe prozë. Si ndihni dhe si mund të koordinohen në këtë formë, sepse llogaritën 2 gjeni të ndryshme, letrare, që njëra dën angazhim mundi kohë më shumë proza, ndërsa poezinë shumë kush e konsideron motiv i qasit, frymëzim i momentit edhe që e kthen në vargje. Është shumë e vërtetë që dallojnë për nga natyra e shkrimit, jo vetëm natyra, po edhe për nga kuptimi prej asaj që do me transmetu, po mendoj që e gjej veten shumë ma shumë prozë, po poezia është diçka që s'mund t'i ndahem, është diçka që për çdo moment të mban me u ndi krejt ndryshe, është një mesazh që e përcjell në një moment, një mesazh shumë më emocional se sa proza, prandaj vazhdoj me shkruaj edhe pse nuk kam botu libër me poezi tjetër përveç ujvarës kujtimeve. Përndryshe, shkrimi është diçka që mu më bën me u ndi shumë mirë, po më bën edhe me transmetu një mesazh tjetër për shoqërinë, për brezat që vinë, edhe kjo më bën të lumtur. Ndalëm të librin e prozë, të romani botuar, të flasim pak për shikuesin dhe audiencën tonë. Çfarë tematike keni trajtuar në këtë roman? Romanin e fundit, mendoni Luginën e ëndrave, është një tematikë shumë e veçantë. Kam trajtuar një histori të veçantë për dëshmorët e Kosovës. Një personazh, cilin unë e kam si sinonim të gjithë dëshmorëve tjerë, jetën e tij, mënyrën se si ka ardhur deri te zhvillimi i gjithë ngjarjeve në Kosovë përmes tij, edhe një tregim gjithashtu dashurie shumë i veçantë, që ka një përfundim po ashtu shumë të veçantë, e që nën kupton që brezat tjerë vazhdojnë jetën, edhe ju përngjajnë dëshmorëve brezat e tyre, po prap ka diçka hala më të veçantë në zhvillimin e tyre, në nderin që duhet t'ua bëjnë heronjve, edhe në perspektivën e ardhme. Do thotë është një roman që unë mendoj që e ka arrit një qëllim shumë të veçantë të përshkruaj jetën e një dëshmori. So keni mundur të jepni atribute letrare, një ngjarje të luftës, një personazh që keni marrë nga lufta, një personazh është real apo fiktiv, është imagjinar, por më rëndësi trajtohet tema e luftës. So keni mundur të jepni? Nuk mendoj që bëhet mjaft kurrë. Edhe që arrim me të vërtet me tregu kush kanë qenë ata dhe çka kanë bërë ata për vendin, si mund të ndërtohet një personalitet i tillë, çka kanë ndikur rrethanat, familja, shoqëria, revolta popullore, të nis prej asajna që ka qenë në fillim revolt paqësore, po pastaj në një revolt më konfliktuoze, në një revolt edhe më të rebeluar. Definitivisht kur nuk është mjaft. Kur nuk përfundon, ju e dini që sot prodhohen filma për kohën e nacizmit edhe të luftës, pas kaq vitesh, mos të flasim për kohën tonë edhe për një luftë që ka qenë kaq afër, edhe që hala njerëzit shumica e njerëzve i kujtojnë ato detaje edhe i kanë përjetu. Po prap mendoj që e kam bën një tentim, edhe pse personazhi është fiktiv, kjo më ka mundësu në mënyrë më kreative të përshkruaj shumë gjëra
që nuk do të kishim mund nëse do të ishte biografi apo nëse do të dedikohej një personi biografi. Kështu që mendoj që ky libër prapë ka një veçanti të vetën në këtë fushë. Çfarë mund na shpalasni nga romani për shikuesit tanë? Cila është rrjedha e ngjarjeve? Çfarë ndodh me personazhin? Cilat janë konfliktet që ndodhin brenda tij? Po unë gjithmonë e kam dashur, mendoj si shumica e publikut që do me pa një film. Kur e kam marrë me shkru romanin, e kam paramendu sikur do ta bëjmë një film në cilin do të përshkruhet shumë çka. Edhe tu nis ndoshta prej natyrës time, pak që është më muj me thonë pak më relaksuese, që nuk ka dëshirë të hyj në ato konfliktet e thella pa pas një fillim shumë të qetë, shumë më normal me jetën që jetojmë sot. Atëherë kom nisi një skenar filmi, edhe kam paramendu dhe kam përshkru një person që vjen nga Shqipëria e që ka një mision shumë të veçantë të krijojë një film bashkë me njerëzit që janë në Kosovë. Edhe prej këtu fillon ngjarja. Pastaj ky person takohet me të tjerë, cilët e kanë njohur shumë afër një dëshmor, i cili ka bërë gjithçka edhe kuptohet ka dhënë jetën e vet për një çështje kaq madhore, siç është atë dashuria, siç është Kosova. Edhe është shumë e vërtetë që gjatë kohës përderisa e kam shkruar këtë roman, kam përjetuar edhe vetë shumë çka prej asaj kohe, edhe kam di shumë thellë gjithçka që ka ndodhur, edhe një person se çka ka mujt me përjetu gjatë asaj periudhe. Dhe jo vetëm ai, po edhe rrethi i vet familjar. Mendoj që ngjarja fillon në Shqipëri, vazhdon në Kosovë, edhe përfundon në Kosovë, po përfundon edhe me një pjesë të diasporës, që nuk kupton se njerëzit janë duke jetuar sot për te kufive, po prapë kanë një ndjeshmëri shumë të madhe ndaj dëshmorëve, ndaj heronjve, ndaj asaj që është bërë për Kosovën. Zënë Osmani, si është pritur nga njerëzit e librit, nga lexuesit, çfarë komende keni marrë nga ata që kanë lexuar librin? Po, ata që kanë lexuar më kanë thënë që ke bërë librin më të mirë deri tash. Unë mendoj që kjo ka ardhur pse me të vërtetë është i bazuar shumë ngjarje të vërteta, edhe ka qenë më e lehtë për mua. Për ndryshe, mendoj që është prit mirë, po mendoj që duhet pak ma tepër me bë ata që e lexojnë këtë roman edhe që kanë autoritet për ta promovu ma shumë edhe për ta bë ma të lexueshëm në masë ma të madhe të popullit. Për ndryshe, sot po lexohet pak, po për ata që e lexojnë e di që të njëjtin koment të gjithë po ma japin që ky libër është me të vërtetë më i miri që kam bërë deri tash. Sa bën ofër lexuesin duke lexuar romanin tuaj? Sa qëndron, sa ndin vetën prezent lexuesi dhe sa rrëmben ta themi në një formë tjetër lexuesin ngjarjet. Unë romanet e mia zakonisht mendoj që kam një shkrim ma dinamik, që ashtu edhe siç më kanë thonë rrethi që e kanë lexuar, është diçka që e tërheq. E lexojnë brenda ditës, e lexojnë për 2-3 ditë. Nëse një roman që ka 200 faqe lexohet për një javë ditë, për mendimin tim është ajo atraksioni që tërheq, sepse po të mos mundesh me kalu faqet aq shpejt, do thotë nuk je përfshi ngjarje. E kam një mënyrë që këta edhe përpiqem me e bë. Në mënyrë që sidomos fillimi, për mendimin tim, fillimi është shumë i rëndësishëm kur starton me shkru, me bën një ngjarje të tillë që shfaqet para syve, edhe pse me shkrim në një formë thuse vizuele. Edhe këtë tentoj ta bëj, mendoj që arri, edhe që zakonisht romanet e mia nuk janë edhe aq me pak faqe, janë voluminoze, po që tërheqin lexuesin deri në fund. E thatë që nuk është libër biografik për faktin që nuk përshkruan vetëm jetën e një dëshmori, një heroj, por është libër letrar, romani i mbushur me figuracione artistike. Cilat janë figurat që i keni përdorur më shumti në librin e juaj? Çfarë karakterizon të veçantë nga të tjerë? Po për shembull, figurat lirike kam përdorur shumë edhe personazhet e mëdha, si Adem Jasharin, Ukshin Hotin, kam përdorur Adem Demaçin, Ibrahim Rugovën, të gjithë personazhet që kanë lënë shumë diçka shumë të thellë në historinë tonë, jo në aspektin e shpjegimit se kush kanë qenë ata, por në aspektin se si e kanë ndikuar masën. Ka edhe në aspektin e paralelizmit, mund të them që zhvillohet në të njëjtën kohë, sepse romani automatikisht mbas kapitujve të parë fillon të shpjegoj momentin se si ka ndodhur, duke përshkruar personazhin që hes në momentin aktual, në kohën e viteve 80-90, nuk përqendrohet më në kohën aktuale apo në kohën e kaluar. Kam përdorur edhe elemente shumë metaforike,
që tregojnë se mesazhet cilat kanë qenë, për shembull, aty ku përshkruaj tubimet e mëdha, flas për bashkimin e gjithëve, flas për Shqipërinë e Kosovën si një shtet, flas për emocionet që kanë edhe sa e njohin njëri tjetrin popujt e Shqipërisë dhe të Kosovës, edhe pse janë një këmbë, kanë veçantitë e veta, edhe deri në fund të romanit kam tentuar shumë të tregoj se si ata lidhen në aspektin që kur e kuptojnë më shumë njëri tjetrin, e njohin më shumë jetën e njëri tjetrit, i kanë nda kufit, i kanë nda një sistem krejt tjetër, i luftës, i represaljeve në Kosovë, e në anën tjetër një sistem prapë që nuk ka qenë i lehtë për të përballu, po që prandaj ata duhet të afrohen edhe të komunikojnë sa më shumë edhe ta njohin e ta kuptojnë njëri tjetrin. So, përfshin elementet e vogla që shpeshherë i japin kuptim të madh një libri, zakonisht prozës. So keni kopër detaje, lidhur me personazhin, lidhur me ngjarjen, që e bën të rrëmbejnë përshkrimin, narracionin e ndërtuar në këtë libër. Jam përpjekur. Mendoj për shembull në simbolet tona kur flas, kam tentuar sa më shumë me përfshi simbolet e Kosovës edhe të Shqipërisë, në mënyrë që të kuptohet që prapë ato janë vetëm simbole. Pastaj jam mundu që të njëjtën kohë të përshkruaj një frymë muzike që ka qenë në Shqipëri, e cila shumë e ka ndiku Kosovën, edhe prej cilës jam frymëzuar shumë. Janë simbole të vogla, po ky roman është po ashtu nuk është shumë voluminoz, edhe mendoj që edhe pse kam shkruar për kohë të shkurtër, e ka arrit në një dimenzion e ka arrit, po do të kishte mujt ndoshta shumë e uzgjeru edhe në tregime tjera që ndoshta mbesin për të ardhmen. Zakonisht autori, në këtë rast autoria, kur është protagoniste e asaj jete, atyre ngjarjeve, shpeshherë mund të bie prej apo peng i emocioneve dhe ngjarjeve të vërteta. Sa keni mundur të largohej, të jeni në atë kuptimin e trajtimit të çështjes letrare neutrale, që personazhi të merr karakter ta më neutral e mos të autorit të zhytet brenda vetes që ta rrëmben ajo dhimbje, ajo kohë që ka ndodhur në X vend. Unë shumë pak kam dëshirë të flas për veten, për jetën personale kur shkruaj. Jam një person që kam qef me majt një distancë, edhe nuk kam qef njerëzit me mbledzu për ato kush jam, po për ato që shkruaj. Edhe romanin kam dëshirë të përjetojnë ata vetë, jo të mendojnë atë aspektin që si individ, duhet të ketë diçka, po ta marrin si roman, si vlerë letrare që duhet me lexu. Përndryshe, nuk mendoj që ekziston shkrimtar që shkruan që mundet aq shumë me qenë jo subjektiv gjatë shkrimit. Unë kam shumë normal si gjithë tjerët, kam shumë emocione për vendin tem, për Kosovën, për njerëzit që kanë luftuar në atë kohë, për ato që i kemi përjetuar si këmbë. Edhe patjetër që ajo me qenë plotësisht objektiv gjatë shkrimit është pothuajse e pamundshme, sidomos kur ki të bëjsh me një çështje trajtim teme të tillë siç është kjo e dëshmorëve. Ushtim që është trajtuar edhe nga autorë të tjerë, so keni mundur t'ju ikni ndikime nga autorë të jashtëm ose të brendshëm, nga libra që keni lexuar, që të del diçka e veçantë nga libri juaj, nga mendja juaj edhe nga penda juaj, ta themi si krijem letrar. Mendoj që nuk ndikohem shumë kur shkruaj. Arsyeja pse e them këtë është pse zakonisht zhytem qaq shumë shkrim sa as edhe një shkrim tjetër nuk më duket se ja arrin me më bë për vete sa me shkru diçka që ka shkru tjetri. Sepse unë i përjetoj ngjarjet bashkë me personazhet. Edhe është e vërtet, na e kemi ndërtu një mënyrë të shkrimit prej shkrimeve që kemi bë përpara, por është diçka krejtësisht që ka dalë prej shkrimit plotësisht origjinal, nuk ka të bëjë me shkrimtarët e tjerë, nuk ka të bëjë me atë mënyrën qysh e paraqesin. Nëse flasim përgjithësi, unë mund të inspirohem edhe prej filmave, prej mënyrës se si bëhen filmat, është shumë e vërtet. Inspirohem edhe prej jetës tonë të përditshme. Nuk është që mundohem të jem si një shkrimtar apo të bëj përshkrimet si ndonjë shkrimtar. Në atë aspekt jam shumë e pavarur. Po ta fjalën e ndikimit të një rrymet, një autori apo një libri që mund të ndodh shpeshherë nga autorë të ndryshëm, jo në atë kuptimin që të mirret nga dikush diçka, por ndikimi që lexohet. Çfarë është e veçantë? Në këtë rast
Ilfete Ali Osmani nga autorët e tjerë, apo nga autorët e tjerë në librin e juve të buduar. Është e veçantë vetë tregimi mas pari, e dyta mënyra si e shkru, e treta mesazhe që du me përcjell, që shkon për tej jetës së dëshmorit, po e perspektivës tonë përgjithësi shoqërore. Ka dallim, po kjo i mbetet më shumë lexuesit, ta ketë edhe kritikëve letrar ndoshta në të ardhmen. E thatë, kisha pas dëshirë të kthejmë tek mesazhi edhe njëherë i librit, sa pa mundër të merë vlera universale, lufta, trajtimi temës së luftës në këtë rast, që protagonist keni pas prapë një dëshmor, sa pa mundin shkrimtarët, autorët në përgjithësi dhe në veçantë ju, të jepni vlera universale, që këto të bën vlera të përgjithshme të njerëzimit. Prapë mendoj që nuk është veç e shkrimtarit me arrit këtë. Kjo është një mision nacional. Ishtë dasht me shty shumë përpara edhe institucionet, me ndërkombëtarizu përmes përkthimeve, sigurisht edhe përmes promovimit atyne që krijojnë vlera. Na s'mund të flasim për veten. Unë nuk mund të flas për ata që kanë për detyrë të shohin se çka po del e re. Mund të flas për veten edhe për mënyrën se si e ndi veten kur shkruaj. Po prapë kjo është veç një perspektivë. Janë, për shembull, ju si gazetar, unë jam shumë falenderuese që kam plot kërkesa të tilla, ftesa në emisione, kurdo që shkoj, e ndi veten shumë të nderuame, jo për tjetër, po pse japet një hapësirë asaj që kam shkruar kam bë. Kurse për konkurrencën edhe vlerën si vlerë, mendoj që ishtë dashtë me tjetër kush me e cilësu edhe me e promovu. Në këtë kuptim, po ikëm pak nga libri, i juve personal, po flasim përgjithësi për librin. Si po shihni, çfarë po shkruhet dhe sa po shkruhet. Sa po qëndron në nivelet të një shkrimi që i kërkohen kërkesa të shkruarit të një libri. Sepse tani digitalizimi apo jeta dinamike digitale e ka bërë që të shkruan kushdo dhe çka do. Sa pa ka përshtypje, sa pa ka kritik, sa pa ka mendime përkrahase dhe kritike ndaj librave të shkruar në përgjithësi. Po shiko, është shumë e vërtet që njerëzit kanë shumë mundësi sot me shkru. Me shkru do të thotë me pas një bagazh të madh për me mujt me qitë në letër diçka të veçantë. Po prapë se prapë njerëzit tentojnë me shkru çka do që munden, edhe në mënyrën që ata dinë edhe munden. Mendoj që në Kosovë ka njerëz që kishin mujt me bë më shumë. Po ndoshta pse kjo rryma shumë e lartë e njerëzve që shkruajnë vazhdimisht edhe të pak atyre që selektojnë kush po shkruan më mirë e bën gjithmonë të vetën. Edhe kjo të lënë në hije. Jo vetëm mu, po i lënë në hije plot autor që janë me të vërtetë me shumë vlera. Shkrimi nuk mendoj që është i lehtë. Kushdo që mendon se të shkruash është diçka e lehtë dhe mundesh lirisht sot në botën e informacionit të postosh diçka dhe të dalësh në sipërfaqe. Mendoj që është e gabueshme kjo mendim edhe ky përgjithësim, sepse nuk është çështja vetëm të flasësh diçka ose të jepësh diçka prej asaj që ti e din, por është çështja të lësh një vlerë të veçantë për gjeneratat e ardhshme dhe të tregosh diçka të veçantë në mënyrën e veçantë. Arti, letërsia janë diçka tjetër prej asaj popullore çka është. Po prapë se prapë mendoj që koha e bën të vetën edhe prapë se prapë dalin sipërfaqe ata që kanë bë më shumë se veç të shkruash diçka, ta bësh një postim apo të bësh diçka që më të veçantë që të kish vetë një mendim për veten diçka më të veçantë. Në fillim të emisionit e përmendëm që shkruani edhe poezi edhe prozë. E përmendët edhe ju një farë formë kisha pasur dëshirë të ndalëm pak. Si ndihni tek poezia, si ndihni tek proza. I kemi një autore, por në dy gjini që shkruan, cilën e shkruani më lehtë, cilën e ndërtoni më lehtë dhe cilën e ndini veten më të çlirshëm. Ta thajmë kështu. Po poezia është gjithmonë që të bën me ndi një emocion momental, e shkruaj më lehtë se e ndi në një moment, shkruhet për kohë shumë të shkurtë. Proza edhe romanet janë diçka që të kërkojnë shumë më tepër energji, shumë më tepër rikthim në për ato që ke shkru, analizë shumë më të madhe të mundojnë, shumë më gjatë. Mendoj që është shumë më e vështirë të shkruhet romani.
edhe prandaj edhe merr ma shumë kohë, po edhe nëse don me të vërtet me bë një vlerë, një roman i cili është komplet, i cili ka një lidhje nga fillimi deri në mbarim, edhe i cili ka një qartësi të gjuhës kur e shkruan. Kjo është me të vërtet është diçka madhore, është diçka, nuk mendoj kur që njerëzit mund ta kuptojnë thellë se sa ka përkushtim një autor që e bën një gjë të tillë. Përndryshe poezia është ajo që më shumë më pëlqen shpeshherë, edhe që e shkruaj me shumë qef, me shumë emocion, edhe e ndjej veten shumë mirë kur e shkruaj. Ndaj cilës ndihni më përgjegjëse? Ndaj romanit. Ndaj romanit më shumë. Ndoshta pikërisht pse të kërkon më shumë mu thellu në ta dhe me bë një përfundim si duhet në fillim, ajo edhe më sfidon, po në anën tjetër ndjej edhe një farë dëshire me u sfidu në atë aspekt për me e deri në fund me dhënë tregimin që duhet për masën. So keni mundur të mbani vazhdimsinë e të shkruarit në ngjarje, në kohë, në ndërtimin e paraleleve të personazheve në kohë dhe në vende të ndryshme. Po shiko, unë kam edhe profesionin pak që vazhdimisht ma imponon shkrimin. Se na vazhdimisht bëjmë raporte të ndryshme, për dukurit ndryshme, shoqërinë tonë, që janë raporte për çështjet aktuale, sociale që mundojnë shoqërinë tonë. Edhe kjo një farë forme më detyron shpesher të shkputem prej anës letrare, edhe të mos mendoj as ta filloj. Se po mendova me fillu atëhere vetë ju e ndi një farë obligimi, thëmë të vazhdoj, ajo më tërhjek. Po mundohem ta maj një farë kontinuiteti, deri tash ja kam arrit, si vjetë nuk kam nis kur gjë, pikërisht pse kam pak ma shumë angazhime në tjetër natyre. Në atë aspektin se si e shtrove pyetjen, më duket ke fjala për kohën me përshkru kohën atëherë dhe sot. Mendoj që gjithçka sot reflekton prej atëherë. Edhe kjo ta jep një mundësi ma letë. E patëm, apo pyetjen që sa keni mundur të mbani vazhdimsi të shkrimit nga fillimi deri në fund të ngjarjeve, të romaneve, të personazheve, vendeve të ndryshme, sepse romani nuk shkruhet për një kohë të shkurtë. Dën kohë, dën vazhdimsi. Mundën të ndalin mendime të ndryshme, motive frymëzim tjetër, që shpeshherë mundohet të hyjë dikush pa vend, ato të rikthehen prapë, cilat kanë qenë sfidat, ballafaqimi juaj gjatë shkrimit të librit. Po, varet kjo prej romanit, pak asaj që do me trajtu, për shembull Luginën e ëndrave, nga fillimi deri në fund s'ke pas se çfarë të shpikësh. Faktikisht dihet jeta e dëshmorëve tanë, dihet në për çka kanë kalu, edhe afërsisht e kam pas ma të lehtë me bë ngjarje për një kohë të shkurtër edhe mos me pas ndërprerja, po edhe ata se si do të vazhdoj romani. Edhe pse këtu ka shumë kreativitet, imagjinat, kërkon edhe ky roman. Po nëse kam në romanin Një vit pas tin, për shembull, ka pas momente kur e kam menduar se si do të vazhdojnë personazhet, edhe pse edhe ai ka të bëjë më shumë me frymëzimin e asaj aktuale që ndodh në jetën tonë, sepse ka të bëjë me njerëzit që dalin nga Kosova, me problemin e madh të njerëzve që punojnë, punëtorëve fizik, ka të bëjë me shumë çështje prej natyrës tonë, po të cilat kanë lënë hapësina që unë u dasht me u ndërprej, me u mendu si me vazhdu. Nuk mendoj që romani e ka një kohë caktuar me shkruhet për kohë gjata të shkurt. Për mendimin tim, kjo varet krejt prej autorit. Unë jam, nëse jeni një person pak më temperament, që që në gjithçka njiheni si person i tillë, doni me kry, deri në fund diçka që filloni, atëherë natyrisht edhe romani do të shkojnë çat prizëm, sepse keni një karakter të tillë dhe personaliteti ju i kërkon një punë tillë. Unë edhe romanin kur e shkruaj angazhohem për çdo ditë, nuk është që pyes veten tash apo kam dëshirë me shkrua jo. Unë disi ja jap një mision vetes që ta përfundoj. Edhe kjo gjatë të shkrimit ndodh edhe ngjarja. Dhe vje fundi i shkrimit të romanit, botimi i tij lexohet edhe me argumente të ndryshme, po ashtu edhe reflekton në vetvete. Kishte ndryshuar diçka? Nëse të kishte filluar nga para të romani Lugina e ëndrave? Jo. Te Lugina e ëndrave ndoshta kam mbet borx, pse nuk kam përmend shumë poezinë e nuk e kam shkruar askund fragmentet poezisë. Aty është e vërtet që një lexues ma ka kujtu një gjë tillë. Ka thënë gjatë të romanit e kam lexuar për shumë kohë të shkurtër, kam pritë që po lexoj edhe poezi që i ke përmend. Aty mendoj që ndoshta kisha mujt
me edhe diçka tjetër me shtu. Po si ngjarje, jo, nuk kisha ndryshu asgjë. Çdo roman nuk e di, ndoshta edhe mund të shkruhet ndryshe, po ashtu si i shohim ne ngjarjet, mendoj që në asnjërin prej tyre nuk do të kisha ndryshu në 3 romanet. Shpeshherë shkrimtarët kur shkruajnë libër e kanë edhe një lloj sfidje të vogël, ta themi, emërtimin e romanit, sepse vetë titulli i romanit e bën më tërheqës ose më diçka atraktive për lexuesin. Çfarë erdhi? Kur vendoset që të vendosni titullin Lugina e ëndra romanit? Po titulli gjithmonë është diçka, e them edhe pa ndonjë dyshim, titulli është diçka që vjen kur veç kur e ke përfunduar ngjarjen duke e shkruar. E nisni me një titull ndoshta krejt tjetër, kurse del diçka krejt tjetër. Kjo edhe është ajo zbavitja gjatë shkrimit romanit, edhe sfida. Lugina e ëndrave e kam qujt pse në një moment më është kujtu që luginat ishin në tër Kosovën, edhe ato lugina kanë historinë e tyne. Për shembull, disa lugina kanë qenë edhe në Prishtinë, aty ku janë të bu njerëzit, ku kanë shpreh revoltën e tyre në fillim, ku kanë shpallë dhe pavarësinë e Kosovës, apo ku janë mbledh, janë të bu grupe ilegale, kanë bërë çmos për të ndërtu këtë që kemi. Kështu që kjo lugina e ëndrave ishte një luginë që ëndronte edhe dëshmori i cili përshkruhet në këtë roman. Jemi në fund të emisionit, kisha pas dëshirë këta 4-5 minuta sa na kanë mbetur t'ia kushtojmë edhe poezisë. A në kuadër të kësaj keni hyrë, poezitë e juaja kanë hyrë edhe në një antologji, Fjalë Diell, ku përfshihen, se jeni ndier që përfshihen poezitë e juaja në këtë antologji, edhe sa autorë, cilat poezi janë përzgjedhur apo si janë përzgjedhur në përfshirjen e kësaj antologjie. Faleminderit shumë për këtë pyetje. Përndryshe, kjo antologji është një dhuratë tepër e veçantë për mua, që ka ndodhur shumë spontanisht, edhe që duke falenderuar zotin Sokol Demaku, ka ardhur deri te kjo përmbledhje dhe poezive të mia në kuadër të kësaj antologjie, e cila është përkthyer në 22 gjuhë të botës, kurse ka mbledh 120 shkrimtar botror. Librin jam duke e pritur të më vijë së shpejti, ta kem në duar edhe të më lumturoj shumë që edhe poezitë e mia janë përfshirë aty. Janë 2 poezi prej Ujvarës Kujtimeve, të cilat janë, sikur edhe titulli i librit Fjalë Diell, janë më shumë përshkrime të atyre emocioneve që na bajnë të lumtur, që është falja, që është afërsia, edhe që është dashuria. Mendoj që është antologjia e parë ku marrin pjesë poezitë e mia, por kjo është me të vërtetë një motiv shumë i veçantë për mua. Zonja Osmani, në përgjithësi, ku është letërsia shqiptare në Kosovë? Si shkrimtare, si poete, si e vlerësoni dhe çfarë po shkruhet dhe sa po lexohet në këtë drejtim në nivelin kulturor, si nga institucionet shkollore, po ashtu edhe nga njerëzit të cilët e kanë përëndje për dëshirë leximin. Në kohën që po jetojmë, as pak nuk më pëlqen me fol negativisht. Kam dëshirë njerëzit të fillojnë të mendojnë pozitivisht edhe gjithçka ta shohin në një progres. Leximi është, prap detyrohem me thonë, është diçka që na mungon në shoqërinë tonë, është diçka, një shprehi që ka filluar të humbet edhe të zbehet, edhe kjo ka me na kushtu shumë, jo vetë sot, po edhe në të ardhmen. Po mendoj që ka njerëz që bëjnë përpjekje që ta avancojnë, mendoj që duhet të ketë në të ardhmen edhe më shumë, edhe është detyrë e jona që ta avancojmë letërsinë dhe gjeneratat e reja të jenë më të lexueshëm, më të afërt me shkrimet që i bëjmë na si Kosovë, edhe më shumë t'i japin hapësirë. Edhe për fund, jeni ekonomiste, në ekonomi gjërat shkojnë të planifikuara, ndërsa në letërsi dalin atë për atë edhe krijohen nga ëndrat. Cilat janë ëndrat ose planet e juaja për të ardhmen në fushën e letërsisë? Tash ekonomia pak ma ka marrë anën këto ditë, edhe jam duke punu në tema që nuk janë aq të lehta për të shtjelluar dhe që janë me të vërtetë rëndësishme për shoqërinë. Kam dëshirë që aty ta japi maksimumin tim, sepse mendoj që do ta reflektojnë shoqërinë tonë ku jemi. Për letërsi, planet e mia kanë qenë trajtimi i disa baladave, i disa legjendave që kanë ndodhur në shoqërinë kosovare, që kjo
t'i jap zë më shumë asaj që kemi trashëgu edhe karakterit tonë si shqiptar. Nuk e di sa do të arri, po që shkrimit nuk mund t'i ndahem, kjo është padyshim. Faleminderit që ndatë kohën dhe opinionin lidhur me botimin e librave të juaj. Ju urojmë sukses. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte imja. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.